Mos gjë kemi filluar ta ngatrojmë sinqeritetin me mungesën e edukatës, sepse shpesh dëgjojmë persona që thonë unë kështu jam, I them gjëra troç, dhe kjo merret si një cilësi e atij individi. Por të jesh I sinqert nuk do të thotë të lëndosh, nuk do të thotë të flasësh pa menduar se si ndihen të tjerët. Nuk do të thotë të përdorësh fjalët si armë e më pas të fshihesh pas justifikimit unë thjesht thash të vërtetën. Sepse e njëjta e vërtetë mund të thuhet në dy mënyra. E para të bën të reflektosh, ndërsa e dyta të poshtron. Dhe ndryshimi nuk është mesazhi, është respekti me të cilin e përcjell ti. Dhe mendoj gjithashtu që sot kemi më shumë nevojë për njerëz që flasin me ndershmëri, por po ashtu edhe me empati. Njerëz që nuk kanë frikë ta thonë mendimin e tyre hapur, por që din ta bëjnë pa ulur dinjitetin e tjetrit, sepse edukata nuk e dobëson të vërtetën. Ndoshta forca e vërtetë nuk është që ti të thuash çdo gjë që të vjen në mendje. Forca e vërtetë është që ti të dish si, kur dhe me çfarë qëllimi ta thuash.